Unaza perëndimore e qytetit të Shkodrës po shkon drejt degradimit të ditës. Këto gropa që shihni janë kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët, sidomos për ato që lëvizin me automjete të ndryshme. Një situatë e tillë vjen prej kohësh dhe askush nuk ndërhyn për mbylljen e këtyre gropave. Qytetarët shprehen se natyrisht që lënia e hapur e këtyre gropave ndikon negativisht sidomos tek drejtuesit e automjeteve dhe kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit lokal për një situatë të tillë. Ka dëm edhe makina dhe insani. Po shish nikon shumë bile. Shifet vetë puna është e thjeshtë. S'ka, duhet me vudor dikush. Rrezik boll janë. Sidomos natën, rrezik janë boll. Po shish atë problem me thuj qafin. Asha, marrë në qytet, Unaza Shkodrës, me po shkyt, a marrë. Duhet nërhin që që me te. Me nërhin fort. Asha, Unaza Shkodrës ka. Përveç dëmtimit në shumë pjesë të saj, Unaza perëndimore e qytetit të Shkodrës përballet edhe me një pamje të shëmtuar, atë të mbeturinave që ndodhen jashtë kontinjerëve të vendosur në këtë rrugë.